Mirëmëngjes, jemi përsëri së bashku për të darë informacionet e këtij mëngjesi. Si gjithmonë në fillim do të njohim me disa prej materialeve kryesore në faqet e para të disa prej gazetave dhe portaleve online dhe më pas nëpërmjet të telefonit tonë të përbashkët 045 620 601 kemi mundësinë të sjellim këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar në mëngjesin e një dite të re. Gazeta Panorama sjell titujt Rezoluta e Partive Popullore Europiane. Abuzimi me pushtetin, kërcënim për zgjedhjet. Miratimi. Kongresi i Partisë Popullore Evropiane miratoi unanimisht dje një rezolut për zgjedhjet parlamentare të 11 majit në Shqipëri. Sipas rezolutës, zgjedhjet e demokracia në Shqipëri janë të kërcënuara nëse nuk ndërhyjnë Bashkimi Evropian dhe institucionet e tjera. Partia Popullore Europiane ngre alarmin për manipulimin elektoral, kapjen e shtetit dhe rënimin e standardeve demokratike në Shqipëri në nënqeverisjen e Edi Ramës. Sali Berisha tha se kishte marrë mbështetjen e miqve evropian jo vetëm për fitore në zgjedhjet e 11 majit, por edhe për integrimin evropian të Shqipërisë. Mbrojtja e demokracisë përmes së drejtës së votës, Vokshi në Spanjë, koha të vendosim një vijë të kuqe. Autokracia rrezik ndaj lirisë, ndjekje penale dhe kërcënime ndaj opozitës. Janë në titull në faqen e parë të gazetës Panorama, ku gjithashtu nënvizohen shkrimet e tjera, nga turizmi të pensioni minimal 200 euro dhe ulja e taksave. Premtimet e Ramës në Kukës, afatet. Bardhi denoncoi rritjen e taksave dhe tarifave për bizneset. Votuesit më besnik të Partisë Socialiste nuk e meritojnë arrogancën e bandës së Ballukut në Fier, citohet Bardhi në faqen e parë të gazetës Panorama. Universiteti, si ta kuptojnë shtetin e së drejtës, profesori amerikan, leksion të Universiteti Luarasi. Çmimet e reja, rivlerësimi pronave, kur nis procesi, kategoritë që përfitojnë. Një opinion nga Xhevat Mustafa mban titullin Përse Edi Rama lajkaton gratë dhe fyen burrat. Nga general Piro Ahmetej, engjëj apo djaj të votës së lirë. Nga Ilirian Dahri, krimet e një llojta të kryera në Çamëri dhe Dalmaci. Raporti të zhdukurit nga diktatura, 280 kërkesa nga familjarët, hetimet. Një dosje përgatitur nga Skifter Këlliçi si shkrimet Dilemat e udhëheqësit komunist. A duhet t'i pranojmë biseda e Stalinit me Titon më 1946 për kërkesën e Enver Hoxhës, pretendimet, janë tituj që vinë në faqen e parë të gazetës Panorama. Gazeta Telegraf në faqen e parë sjell titujt Politikanët tanë janë arrogant, përçmues dhe mosmirnjohës ndaj votës së popullit. Ky është titulli një speciale nga profesor doktor Ilia Larti. Angazhimi dhe mbrojtja e shtetit ligjor, shtetit demokratik, shtetit i të drejtave dhe lirive të njerëzit duhet të fillojë nga politika. Shtetari, politikani që merr përsipër një detyrë që nuk përshtatet me profesionin e tij, vetëm se është besnik partie, bie prej abuzimeve. Ai është servil me shefat dhe përçmues dhe indiferent me varësit. Performansën në punë duhet ta respektojnë gjithë përfaqësuesit e sistemit shtetëror dhe politikanët e të gjitha niveleve. 1 maj, protesta për paga të kënaqshme dhe pensione dinjitoze. Është dita që punëtorët të ngrenë zërin e tyre fuqishëm në sektorin e bujqësisë, peshkimit dhe minierave, duke kërkuar kushte më të mira në punë, arsim dhe shëndetësi falas dhe politikanë që nuk na futin duart në xhepa. Të përmendim fermerët tanë të Lushnjës, Fieri, Divjakës, Korçës e tjerë, të cilët kanë protestuar për konkurrencë të ndershme dhe prodhimet që u mbeten stok. Nga Artur Metani, inspektori i lartë i drejtësisë, botoi shkrimi të parandalojmë stokun e ankesave në rritje ndaj gjyqësorit. Nga Natasha Lushaj, praktika folklorike dhe Çabej. Problemet me votën e diasporës, Topalli thirrje Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, kontrolloni DHL-n, po vihet në rrezik integriteti i zgjedhjeve, ja skandali me ambasadën në Rom. Dokumentet e tenderave, Ministria e Shëndetësisë avullon arkivat e korrupsionit me tenderet në shëndetësi dhe partneritetet publike-private nga 2016 në 2024. Maksim Rushi krijoi persona me aftësi të kufizuar. Kandidati Lefter Maliqi, një zë i fuqishëm për aftësinë e kufizuar në parlamentin e ardhshëm shqiptar. Partia Socialiste, Rama në Kukës,
Shumica e shqiptarëve besojnë te ne dhe se vendi është në drejtimin e dur drejt Bashkimit Evropian. Gjiknuri, takime qytetarët e rajonit 3. Vlora sot po transformohet më shumë dhe kjo fal qeverisjes së Partisë Socialiste. Opozita shqiptare, Xhelal Mziu, Dibranve u hidhet asfalt elektoral me 12 milion euro. Rruga në Klos nis të shpërbëhet pas një jave. Besat Xhaferi, rezoluta e partneritetit publik e Partive Popullore Europiane gris pasaportën evropiane. Partia Demokratike denonson krimet të tjera zgjedhore në Vlorë dhe Selenic. Një speciale nga Dimitër Gjoka mban titullin Udhëtimi me zis për 5 orë. Ja si duket Vlora e Sokoe dhe 2 episodet në 1970-ën, ku në Kuq na pritën si të ishim të byros politike dhe na gostitën sikur të ishim mbretër. Mozaik dhe aktualitet. Partia Popullore Europiane, thirrje OSBE, ODIHR-it dhe Komisionit dhe Këshillit të Europës, dokumentoni krimet elektorale. Odiset Çaçi, Malizi u bë nga shqiptarët në tokat shqiptare dhe u nda nga feja. Andrea Marko, Superioria, kampionati mërzitshëm pas spektator. Përparim dhe EU, skema aktuale kategorisë së parë duhet të ndryshojë. Mjekësi, 4 mënyra se si të parandaloni alergjinë e syve gjatë verës dhe pijet që ulin rrezikun e artritit, janë në titull në faqen e parë të gazetës Telegraf. Gazeta Fjala, votat e diasporës në rrezik, procesi. Pas Partisë Socialiste edhe Partia Demokratike ngre alarmin për parregullsi. Votimi nga diaspora për zgjedhjet parlamentare të vitit 2025 po shoqërohet me probleme serioze, që sipas Partisë Demokratike dhe vetë qytetarëve që jetojnë jashtë vendit, rrezikojnë të cënojnë jo vetëm të drejtën e votës, por dhe integritetin e gjithë procesit. Pak ditë më parë, edhe Partia Socialiste u ankua në Komision Qendror të Zgjedhjeve se janë zbuluar raste të keq menaxhimit të procesit, deri në mohim të së drejtës së votës. Rezoluta. Partia Popullore Europiane i jep frym Berishës. Zgjedhjet në Shqipëri nuk garantojnë ndershmëri. 2 javë para zgjedhjeve të përgjithshme, Partia Popullore Europiane ka dalë me një rezolutë të fortë duke ngritur alarmin për përkeqësimin e situatës politike në Shqipëri. Partia Popullore Europiane flet për një përshkallëzim të kapjes së shtetit dhe shkatrim të garës së ndershme politike nga ana e qeverisë në pushtet. Një koment nga Leonard Veizi mban titullin Një maj i heshtur i shqiptarëve të zhurmshëm. Nga Klajt Gorica, gëzuar ditëlindjen publik, është titulli një opinioni. Nga bota, Rusia ka ofruar një armë pushim në Ukrainë, ja çfarë dëshiron Putini. Në brendësi të gazetës Fjalës sot është suplementi sport. Final Four, Final 4, kampionati dhe këpucë e artë ende pa përcaktim. Egnatia gjeti Partizanin në Final Four. Janë në shkrime që vinë në faqen e parë të gazetës Fjala. Gazeta Dita, a blihet nderi me $6 milion? Intervista, Fred Abrahams. Si përgjigjet publicisti i njohur amerikan që punoi 15 vjet për librin mbi Shqipërinë e pas 90-s, pyetjes nëse thesi me para dhe lidhjet e kompanisë Continental mund t'ia heqin Berishës non gratën. Njohësi mirë i arkivës sekrete për Shqipërinë, të cilën jo rastësisht Berisha nxitoi ta quante agenti UDB-s, rrëthen pse amerikanët e mbështetën dhe më pas e flakën Berishën. Shqipëria do të ndryshojë realisht kur fjala intelektual në Shqip do ketë tjetër kuptim. Citohet Fred Abrahams nga shkrimi i tij i botuar nga intervista e botuar në brendësitë e gazetës Dita. Shkodra me 11 deputet. Si do të votojnë në 11 maj? Qarku i luhatjeve të mëdha elektorale. Analiza. Elektorati shqiptar perceptohet gjërësisht si statik, ku ndarja e kohës komunizmit vjen të përcaktojë në një masë të konsiderueshme vendimin e sotëm të shumë votuesve. Po çfarë ka ndodhur ndërkohë në qendrën e madhe të veriut? Intervist Nikolas Abot, fushata 11 majit, struktura e posaçme antikorrupsion dhe një përgjigje për listën e non gratave. Ambasadori britanik në Tiranë përgjigjet pyetjeve mbi situatën e polarizuar para zgjedhjeve.
Një opinion mban titullin Lobimi për tej moralit dhe kontrata e Partisë Demokratike. Një opinion tjetër titullohet Frustrimi nga izolimi dhe Saliu në Valencia. Libri i Abrahams, rrëfimi i shkrimtarit amerikan, ku u fshe Nano kur turma e Berishës sulmoi kryeministrinë. Sulmi armatosur mbi zyrat e qeverisë në grushtin e shtetit të 14 shtatorit dhe deklarata vendimi është marrë nga grupi im i shoqërimit dhe është justifikueshëm në kushte emergjence të mos funksionimit të strukturave mbështetëse. Arkivat, generali në pension, urdhri i panjohur për të bombarduar qelit në Bënç në 1997. Ylli Dimraj ish kreu i mbrojtjes ajrore. Çfarë u komunikua regjimentit të aviacionit të Kuçovës? Në brendësi të gazetës, në rubrikën ekonomi, mund të lexoni shifra rekord. 4.3 miliard euro po qarkullojnë jashtë sistemit bankar të vendit. Kjo është shifra më e lartë regjistruar deri më tani e përdorimit të paras kesh në ekonomi. Vendimi, nga 1 maj, kufiri me Kosovën pa kontrole. Rubrika e shëndetit, lista e barnave që dëmtojnë kujtesën, janë titujt në faqen e parë të gazetës Dita. Kalojmë tani në disa portale, fillojmë me Gazeta Express, portali që del në Prishtinë. Në faqen e parë të tij veçohen titujt Memli Kresniqi përgjigjet pozitivisht ftesës së Kurtit. Vendi ka nevojë urgjente për zhbllokim institucional. Washingtoni dhe Kievi nënshkruajnë marrëveshje për mineralet dhe fondin investiv për rindërtimin e Ukrainës. E konfirmon përparim Rama, unë do të jem sërish kandidat për Prishtinën. Glauku është për filozofi. Duhet të shihet qëllimi i takimit. Memli është djalë trim. Reflektojnë interes të Kosovës. Latifi dhe Spahiu flasin për ftesën e Kurtit që i bëri Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Partisë Demokratike të Kosovës. Halit Osmani po takohet me njerëz të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, është një titull tjetër. Shqipëri, Basha, vetëm koalicioni Euroatlantik është për luftën kundër korrupsionit. Janë shkrime që vinë në faqen në portalin Gazeta Express. Gazeta Kosova sot, përplasjet mes vetëvendosjes dhe partive të tjera po dëmtojnë funksionimin e kuvendit. Shkruan analisti Florim Zeqa. Nëse shkohet në zgjedhje, edhe më keq do të jetë për vetëvendosjen, shkruan analisti Florim Zeqa. Insistimi kot, edhe pse e din mirë se nuk kalon. Ideja është me fitu pikë politike. Bajrami pas dështimit të seancës, kuvendi është shndruar në cirk. Si pasojë e shtrenjtimit të rrymës, bizneset nisin të rrisin çmimet. Më 1 maj, zgjidhje në parlament ose dryrin kuvendit, është titulli i një shkrimi në gazetën Kosova sot. Për herë të gjashtë asnjë rezultat. Albolena Axhiu dështon të zgjidhet kryeparlamentare. Ja kur vazhdon seanca radhës konstitutive, është pikërisht në ditën e sotme data e caktuar. Kos, normalizimi me Serbinë parakush që Kosova të marrë status e vendit kandidat, janë në shkrime që vinë në gazetën Kosova sot. Gazeta Koha që del në Prishtinë, Krasniqi pranon të takohet me Kurtin. Abdi Gjiku refuzon. Avokati i popullit, shtrëngimi i rrymës cënon të drejtat themelore të njeriut. Si Arina, institucionet nuk po i mbrojnë qytetarët, duhet organizim kolektiv. Hakaj i kërkon komunës së Prishtinës të ndalë sulmet, po e rëndojnë punën tonë. Antari i Lidhjes Demokratike të Kosovës i bën thirrje lidershipit të partisë së tij ta pranojë ftesën e Kurtit. Nga Veton Suroj botohet opinioni me titull Porfirie kundër të gjithëve. Janë në shkrime që vinë në gazetën Koha. Portali ABC News Albania, kontrata e Berishës, kalkulim elektoral. Kthupi, rast tipik i korrupsionit politik. Kontrata lobuese për Berishën dhe familjen e tij është trajtuar në emisionin Real Story të Sokol Ballës. Gjikondi është shprehur heshtja nga radhët e Partisë Demokratike flet shumë. Donacionet të kalojnë në filtra verifikimi. Daci, struktura e posaçme antikorrupsion, ka të drejtë funksionale të nisë verifikimet pa kërkuar leje. Daci gjithashtu citohet këtë thënë e pazakont, kjo kontratë 6 milionësh e Partisë Demokratike, por nuk ka parregullsi ligjore. Gjikondi, kontratë dinake për efekt elektoral.
Fatale nëse humbasim trenin e historisë, Rama në Kukës, gjëja madhështore e kënetës vetëm ustaqjet e Kujtim Gjuzit. Kuksi, 1 milion turist në 2030, paketa e maleve, Rama fton emigrantët të investojnë në atë. Janë në tituj që vinë në portalin ABC News Albania. Kalojmë tani në gazetën Standard. Berisha, kryeministët në Valencia u tronditën me rastin e djegësit të Tiranës. Në ndim të Spakut, skema korruptive 5K e ish kryebashkiaku të Ballshit Agron Kaplanej. Partia Popullore Europiane miraton unanimisht rezolut urgjente. Zgjedhjet e demokracia në Shqipëri janë të kërcënuara nëse nuk ndryjnë Bashkimi Evropian dhe institucionet e tjera. Berisha nga Kongresi i Partive Popullore Europiane. E gjithë bota pret fitoren e Partisë Demokratike. Sot miratohet rezolute 4 që dënon Edi Ramën dhe regjimin e tij. Berisha në Kongres Kris Lacivita takim online me kandidatët e Partisë Demokratike. Bashkëpunimi me Ramën, kompania vllajt e Agron Kaplane, 12.5 milion euro tendera nga rindërtimi. Berisha, Kongresi i Partive Popullore Europiane votoi rezolutën në të cilën Partisë Demokratike jepet mbështetja më e fuqishme. Berisha në Leaders Diner të Partisë Popullore Europiane pas një dite të parë të suksesshme të Kongresit në Valencia. Kongresi, Partia Demokratike, Lidhja Demokratike e Kosovës, Fronti Bashkuar për Demokracinë dhe Kauzën Kombëtare Shqiptare, janë në shkrime që vinë në gazetën Standard në versionin online. Gazeta Tema gjithashtu në versionin online. Rezoluta Partia Popullore Europiane për zgjedhjet në Shqipëri. Reagon Edi Rama. Non grata të reja nga Britania e Madhe, ja shfartot ambasadori britanik në Tiranë. Sheshelizimi fatal i partisë Berishës, është titulli një komenti në gazetën Tema. Blendi Gonxha, Greqia na surprizoi për keq. Tregoi më shumë probleme se të gjithë shtetet me dorëzimin e zarfeve për diasporën. Monika Kryemadhi akuza të rënda. Tedi Blushi ishte pa shtëpi. Si i bëri 3 vila? Në gazetën Tema, gjithashtu botojnë shkrimet e tjera. Berisha në ekstaz se takoi bashkëpunëtorin e Ramës, për të cilin kishte bërë akuza të rënda. Drejtuesja e Byros Kombëtare të Hetimeve kërkon një mandat të dytë 5 vjeçar. SPAK, Aida Hajne të kaloj testet nëse shpreh interes. Jeta luksoze në Dubai e miku të Rohan Brahimit, i riu qëndronte mes Shqipërisë dhe Emirateve, vendit ku Hoxhait ju firmos vdekja. E akuzuan për orën e shtrenjtë, Alfred Lela, unë jam njeri sofistikuar, nuk mbaj marka origjinale. Perla e ditës, Sali Berisha, e gjithë bota pret fitoren time. U prita shumë mirë kur denoncova Shqipërinë si narkoshtet. Editoriali shkruar nga Merobaze mba titullin Frustrimi nga izolimi dhe gëzimi që po ua pranojnë parat. Antena brenda familjes, Muli i paqartë se çfarë ka firmosur për Lacivitën. Sondazhi, barometri, Ramën e shikojnë si kryeministër 40.1%, Berishën 23%. Barometri për Tiranën, Partia Socialiste 13% para Partisë Demokratike, janë shkrimet që vinë në gazetën Tema në versionin online. Gazeta Liberale, intervista ambasadorit të Mbretërisë së Bashkuar, zgjedhjet në Shqipëri me rëndësi për integrimin. Spiropali takime në qarkun e Tiranës, le të votojmë për te ndasive. Berisha takon kryeministrin kroat Plenković, fokusi te zgjedhjet. Intervista elektorale, Dritani Drizi, me një grup parlamentar social-demokrat, Shqipëria mund të fitojë atë që i ka munguar. Kryemadhi për kontratën e lobimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk është shifër e egzageruar. Votimi elektronik, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ngre 4 qendra testimi për qytetarët në Tiranë dhe Vorë. Berisha nga Kongresi i Partive Popullore Europiane flet me entuziazëm. Më 11 maj, e gjithë bota pret fitoren e Partisë Demokratike. Janë përdorur të dhënat personale, Josefina Topalli për votën e diasporës, po u bëjnë presion administratës. Rama ironizon deklaratën e Berishës në Kongresin e Partisë Popullore Europiane. Vaj me det, përfytyrohet që mendojnë të huajt në sallë. Janë shkrime që vinë në gazetën Liberale. Gazeta Koha Jon, si do tjetë parlamenti i ri, është titulli një shkrimi, ku ndër të tjera nënvizohet se parlamenti do tjetë shpuzë zjarë në debate,
ku Agron Shehaj, Adriatik Lapaj dhe Arlin Qori do t'jenë turbulluesit e qeverisë, por dhe opozita e besueshme, të cilët me Partinë Demokratike të rinovuar mund të marrin pushtetin në vitin 2029, shkruhet në këtë artikull në gazetën Koha Jon. Mëtej në gazetën Koha Jon vjen titujt "Në pritje të avionit të parë në aeroportin e ri të Vlorës, Belinda Balluku inspekton punimet". Bllokohet autostrada Vor-Tiranë, makinat mbi 2 orë në trafik. Spiropali në çdo cep të qarku Tiranë, Bashkimi Evropian një perimetër mundësish. Partia Socialiste ka transformuar Shqipërinë me punë, jo me fjalë. Balluku në teren, brenda sezonit veror nisin operime zyrtare nga aeroporti i Vlorës. Rama ndan historinë e Jurgen Gjeloshajt, student në Oxford, por ka vendosur të kthehet në Shqipëri. Ngjela, çfarë janë këto $6 milion për Berishën? Rama ironizon sërish Berishën, vaj me det, përfytyrohet që mendojnë të huajt në sallë. Sondazhi i kompanisë amerikane të Top Channel zgjedhjet e fiton Partia Socialiste me 13% diferencë kundrejt Partisë Demokratike. Rama shigjeton Berishën, 7/7 bën $6 milion, janë shkrime që vinë në gazetën Koha Jon. Alfa Press është portali kundër të tjera sjell shkrimin, ende asnjë material në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për lobimin $6 milion nga Partia Demokratike. Ja reagimi parë i kompanisë amerikane. Në këtë shkrim ndër të tjera thuhet se historia nuk fshihet me një kontratë lobimi. Në një vend ku ligji sfidohet nga dora që duhet të mbrojë dhe ku vota trajtohet si lojë, pyetja mbetet: si mund të ketë ardhur një vend që nuk guxon të përballet me të vërtetën e tij? Është një nënvizim në shkrimin e botuar në portalin Alfa Press. Agron Shehaj tregon se nuk do të bëj koalicion me Partinë Demokratike. Ende si material në KQZ për lobimin $6 milion. Krimi organizuar dhe shitblerja e votës. SPAK regjistron disa procedime. Shohu i emigrantëve me votat e hapura në rrjetet sociale. Drejtoria e votimit nga jashtë paralajmëron, është vepër penale. Politika nuk i do gratë. Edlira Çepani tregon se nuk e vazhdoi angazhimin politik. Krijova një lëvizje me 4 shtylla, por psikologja Koçibelli, politika ka kuptuar se i duhen gratë. Përfaqësimi mund të jetë pak më cilësor. Cilët janë deputetët që shkuan me vonesë tek Berisha, të cilët rrezikojnë mandatin sipas sondazheve paraprake? Demokratët e Kavajës nuk do përdoren për të bërë deputet Roshin e Ramës. Basha, vetëm koalicioni Euroatlantik është për luftën kundër korrupsionit dhe çon gjysmën tjetër të korruptuarve te 7/7 bën 313. Alibia e humbjes pas ka filluar në gjirin e partive popullore europiane. Rama ironizon Partinë Demokratike. Rezoluta fletrufe e kënetës madhështore. Pagesa për lobim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Analisti Namir Lapardaja. Me Bashën, Partia Demokratike kishte mundësinë për të qenë aleate me Shtetet e Bashkuara të Amerikës pa pasur nevojë të paguajë €6 milion. Kalojmë tani tek portali Kapitali, ku nënvizohet shkrimi çfarë ka eksportuar më shumë Shqipëria. E pra Shqipëria më shumë se çdo gjë tjetër eksporton të rinj dhe njerëz të arsimuar. Çdo njeri prej tyre nuk është vetëm një person, është përparimi i mundshëm, një ardhmë më e mirë, një zë që mund të kishte ndryshuar diçka. Nënvizohet në këtë artikull të botuar në portalin Kapitali. Faktor.al veçon në shkrimin Lita, Internacionale Socialiste ka bërë lanet Ramën. Në 2003 erdhi Stanishev dhe Boris Tadić në Shkodër, duke bërë bashkë Edi Ramën dhe Ilir Metën, i puthën e i përqafuan. Sot ku janë? Ngre pikpyetje në këtë shkrim të botuar në portalin Faktor.al. Nga ky portal veçohen titujt Rezoluta e Partive Popullore Europiane, Lita, podium i rëndësishëm për Partinë Demokratike, por ka vështirësi për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britani. Demokratët e Kavajës nuk do të përdoren për të bërë deputet Roshin e Ramës, citohet Basha në portalin Faktor.al. Gazeta Bulevard veçon artikullin Fushata e lodhur e Edi Ramës, shkruar nga Namir Lapardaja. Edi Rama dhe Partia Socialiste po bëjnë një ndër fushatat më monotone, më të lodhura.
më të pamotivuara si asnjëherë më parë nënvizohet në këtë shkrim. Durrës Lajm sjell dhe shkrimi regjistrohen në SPAK 14 kallëzime për shkelje zgjedhore në disa qytete, një rast në Durrës. Janë shkrime që vinë në portalet, disa portale online. Kalojmë tani në gazetat e komuniteteve. Gazeta Labëria sjell shkrimin, sjell titujt: Labëria prisja e luftës nacionale shërimtare, adheu mbi gjithçka, liria është fituar me gjak. Intervista: Klevisi, vizionar shumë dimensional i përkushtuar për Vlorën, është një shkrim nga Albert Zholi. Program pune i vitit 2025, shoqata adhetare kulturore Labëria, Dega Sarand. Speciale, telegram urimi degës së shoqatës Labëria nga Bostoni. Intervista, flet Sazan Goliku, figura e harruar e luftëtarit të rrallë Stefan Maliko Goga. Kuvendi dhe besa shqiptare e Senicës vinë në një shkrim nga Zaho Golemi. Këtë tituj që vinë në faqen e parë të gazetës Labëria, kundër të tjera veçohen dhe artikujt 20 vjet luftë kundër ISO polifonisë së sirenave greke, shkruar nga Fitim Çaushi, nga Xhenet Sula, patrioti i shquar Sulejman Duzati, nga Bashkim Keli, epoka e Skënderbeu dhe roli i tij për kombin ton. Janë në shkrime që vinë në gazetën Labëria. Gazeta Veterani, 80 vjetori luftës së dytë botërore. Shqipëria ka arsye të ndihet krenare. Nga general major Manushaqe Sheu vjen shkrimi i një libër racional, emocional, dokumentar, arkivor. Nga Gjin Musa, historiku i armës aviacionit luftarak. Dëshmorët janë dëshmi e orëve të historisë, shkruan Tatjana Përllaku, Çerkaxhiu. Ran për të kujtuar në vite, një shkrim nga Bernard Zotej. Nga Nuri Bufi, Shpendi Topollaj, tribuna letrare për Durrësin. Jap se më gëzon fakti i promovimit të librave të shkrimtarit Halil Rama, shkruan Fatmir Terziu. Dibra dhe dibranët në Panteonin e Vlerave. Halil Rama, mjeshtër i gdhendjes së portreteve të figurave të shquara të kombit ton. Janë në shkrime nga Sakip Cami dhe Tatjana Përllaku Çerkaxhiu për shkrimin batimin më të ri të Halil Ramës. Halil Rama promovon librin e 28. Pesha specifike personazheve të Halil Ramës shkruan Besim Drejgjoni. Nga Bashkim Hisari vjen shkrimi në masakrën e Mejës u vran 376 shqiptar. Nga Agim Golemi, Haki Uka në një portretizim të veçantë. Nga Mevlut Buci, Hoxh Brunga i Lurës, emblemë shqiptare. Kalojmë tani tek gazeta Sport, Panorama Sport, e cila sjell shkrimet: Egnatia për tripletën, Dinamo për Lavdin, finalja e madhe, Kupa e Shqipërisë. Blut duan rikthim të trofet, Rogozhinasit konfirmimin. Elbasan Arena sot ora 18. Tetova, e vështirë të mbrosh tituj, të dënuar për të fituar. Daja me artilleri të rëndë, rreshton formacion sulmues. Blut kanë 15 vite që nuk e gëzojnë tifozërinë e tyre. Kampionët në fuqi kërkojnë të nisin një cikël të madh. Superioria, kampionati i ri ngres i parin me 23 gusht. Të kuqt rezultatet, Partizani me i dobët në 5 vite. Ndeshja shtes, Tirana dominon përballje direkte me Pogradecin. Ish trajneri i Dedja, vllaznia të ra Gjoksin, jemi ekipi big. Kombëtarja, rikthehet Berisha, sfidë Strakoshës për qershorin. Janë në shkrime që vinë nga sporti në vend, nga sporti në botë, veçohen titujt Barça Inter 3-3, spektakël në Spanjë, kualifikimi në San Siro. UEFA, Europa e vogël për të shpëtuar sezonin e anglezëve. Gjermani, 500 herë Müller, e mbyll me Kupë Bote. Skiatoria rinovon Kulturi, Toçi, gati për medalje olimpike. Janë shkrimet që titujt e tyre vinë në faqen e parë të gazetës Panorama Sport. Dhe kemi selektuar informacionet më të fundit përmes titujve në faqet e para të gazetave dhe disa materialeve kryesore në disa prej portaleve online. Dhe tani si gjithmonë ju luftoj në numrin tonë të telefonit 045 620 601 për të sjellë këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Po më parë do ftoj regjin të transmetoj një blok informacionesh të tjera dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.